Me rastin e festave të fund vitit, punonjësit e kompanisë Tobacco Holding Group, konkretisht të Next, Exclusive, Hemlis, Televizionit Sot 7, Latitude, Bad dhe Qendrës Emerald nga Shqipëria, por edhe nga filiali saj në Kosovë, u mblodhen së bashku për të festuar vitin e ri në një mbrëmje të veçantë, të mbushur me ngrohtësi, gëzim dhe energji pozitive. Kjo darkë festive ishte një moment reflektimi për arritjet e vitit që lan pas, si dhe një mundësi për të forcuar lidhjet mes kolegëve e për të festuar sukseset e përbashkëta. Atmosfera u bë edhe më festive, me shpërndarjen e dhuratave, një gest simbolik falënderimi dhe vlerësimi për përkushtimin, profesionalizmin dhe kontributin e gjithë secilit punonjës përgjatë vitit. Buzëqeshjet, emocionet dhe urimet për një vit të ri të mbar krijuan një ambient të ngrohtë miqësor. Përgjatë mbrëmjes, përshëndeti të gjithë të pranishmit në emër të kompanisë dhe familjes Beram Fezollari. Kulmi i mbrëmjes ishte performanca live e këngëtares Eneda Tarifa, e cila me energjinë dhe hitet e saj elektrizoi sallën dhe i ftoi të gjithë në pistën e kërcimit. Muzika, vallet dhe atmosfera festive e zhndëruan këtë natë në një përjetim të paharruar për të gjithë të pranishmit. Kjo mbrëmje festive shërbeu si festë e vërtet e frymës të ekipit të Tobacco Holding Group, duke sjellë së bashku kolegët nga Shqipëria e Kosova e duke hapur me optimizëm, unitet dhe entuziazëm një kapitull të ri për vitin e ri që do të nisë.